Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Jam këtu pranë jush sot për të nisur ditën me energji të re. Fillimisht njëherë ju uroj të gjithëve gëzuar këtë ditë, le të jetë një e hënë e mbar, le të jetë një e hënë pozitive. Jemi tashmë drejt fundit të muajit gusht dhe mundohemi realisht që ta shijojmë muajin gusht deri në fund. Ta jetojmë momentin e muajit gusht dhe të gëzojmë në fakt në këtë muaj gusht dhe uroj me zemër që gjithmonë të gëzojmë në këtë formë me pozitivitet, me energji të mirë dhe me mendime të mira. Dua sot këtë ditë ta nis me dyshen që zakonisht Brikenën dhe Mateon më së shumti e komentoj në këtë orar, do me thënë e tillë ka rastis dhe të tillë dua ta vazhdoj. Brigena dhe Mateo, një nga çiftet më të komentuara dhe më të përfolura të Big Brotherit, interesi është shumë i lartë nga ana e publikut për të ditur se çfarë po ndodh me to, për të ditur për përditshmërinë e tyre, për jetën e tyre, për marrëdhënien e tyre, për lumturinë e marrëdhënies së tyre. Do të thënë gjithçka që e rrethon këtë çift në jetën e dashurisë. Pyetjet janë shumë të shumta, por ndërto normalisht ka edhe tituj që nëse i shikon në herë të parë këto tituj vërtet të shqetësojnë edhe ti brenda vetes ngre pikpyetje, çfarë po ndodh me dyshen, a është gjithçka e vërtet ajo që ne e shohim, apo është thjesht një ilustrim për rrjetet sociale. Tani publiku ka të drejtën të mendoj që një fotografi, një moment, një ngjarje nga ana e personazheve publik edhe mund të jetë një skenar i koduar, le ta themi, vetëm e vetëm për klikime, por tek Mateo dhe tek Brikena është krejtësisht rasti ndryshe. Unë jo më kot dua t'i komentoj gjërat në mënyrë të detajuar, ndoshta edhe pak më gjatë, për ta thënë krejtësisht mendimin dhe për ta treguar të gjithë realitetin që në fakt ndodhen në një marrëdhënie ose në një çift, siç është çifti në këtë rast, Mateo dhe Brikena. Ju e dini shumë bukur që Mateo dhe Brikena patën fillim të verës goxha të ngjeshur, do me thënë procesi sportiv nuk ishte një rrugtim i lehtë, ishte sfidë mbi sfidën, do me thënë sfida e një emisionit në një super televizion siç është Top Channel-i në live dhe ajo beteja e jote e madhe me publikun, se si do të pret publiku, çfarë do të thot publiku për ty dhe se si do t'jetë, do me thënë, ajo marrëdhënia e jote me publikun. Tani Mateo dhe Brikena shkëlqyen fare në këtë drejtim, do me thënë kanë qenë të mrekullueshëm, publiku i priti me shumë dashuri dhe i gjithë ky rrugtimi që erdhi pikërisht pas procesit sportiv, rrugtimi në Bodrum, rrugtimi në Ulqin, në Ferizaj, në Kosovë, në Shqipëri, do me thënë kanë qenë në disa destinacione të dy bashk, erdhi si një lloj dhurate për veten, që në këto ditë të lodhshme, pas gjithë atyre ditëve të vështira, pas gjithë atyre ditëve dinamike, ne do të festojmë apo do të manifestojmë sukseset tona dhe Mateo dhe Brikena pikërisht është kjo arsyeja dhe jam i bindur unë që çifti nuk poston shumë në rrjetet sociale, se do me thënë janë menjëherë këto hamendësime që Mateo dhe Brikena gjërat e tyre i bëjnë për interes të Instagramit dhe të publikut dhe nuk i bëjnë për ndjesinë e vet. Do me thënë këto janë ato pikpyetjet që vinë nga ca portale me tituj që do me thënë duan të krijojnë lajme, po nuk dinë si ta krijojnë atë lajmin. Ajo që unë mund të them për këtë çift është se asnjë gjë në marrëdhënien e tyre nuk vjen për interes. Të gjitha gjërat në marrëdhënie janë shumë mirë, do me thënë të ndjera, duket që në sy, dashuria mendoj unë shprehet nëpërmjet syve. Mateo që në momentin e parë ti kur e shikon nëpër fotografi, duket që është njeriu më i lumtur në botë dhe mundohet që të ndajë sa më shumë kohë me Brikenën. Nuk do të ikte Mateo deri në
Ulqin, nuk do t'ikte Mateo deri në Bodrum për të bërë spektakël Instagrami dhe mua më vjen shumë keq, domethënë për këto tituj që shtrihen kundër drejt Brikenës edhe Mateos dhe për Brikenën nuk do të bënte të gjithën këtë zërin e madh për vetëm një ta ashtu quajturën reklam që realisht mua nuk më duket fare për reklam. E kam thënë gjithmonë dhe do të vazhdoj ta them. Jam i vetmi nga gazetarët e showbizit që kam besuar në këtë marrëdhënie që në momentin e parë nuk kam thënë që Brikena nuk e do Mateon, kam thënë që Brikena kërkonte momentin për të qenë jashtë sepse familja, rrethi, mentaliteti, kultura kishte një vend të rëndësishëm në jetën e Brikenës dhe pikërisht kjo gjëja, domethënë, e bëri që Brikena të jetë në këtë stadin në të cilin është. Domethënë, Brikena nuk i bën gjërat sepse dëshiron të merr klikime, por i bën gjërat sepse ajo vërtet në shpirt i ndjen dhe Brikena është shumë e lumtur dhe krenare me partnerin e saj, me marrëdhënien të cilën në fakt këto të dy kanë ndërtuar. Një marrëdhënie goxha e shëndetshme, një marrëdhënie e bukur dhe më duket një marrëdhënie, mund ta them me plot zë, marrëdhënie me këmbën në tokë. Domethënë, marrëdhënie shumë e vërtetë dhe për këtë gjë uroj me zemër që gjithmonë t'ju shkojnë gjërat në këtë formë. Andaj, për të hamencuar dhe për të bërë lajme që Mateo dhe Brikena nuk kanë dashuri mes njëri tjetrit, por të gjithën këtë gjën e kanë interes, të gjithën këtë gjën e kanë një kamuflazh, ashtu siç e quajnë ca lajme, mua më duket shumë e rejshme dhe më duket shumë e kot. Mateo dhe Brikena, nëse dëshironi që duhet t'i sulmoni në projekte të cilat ju vërtet nuk u joshin dhe në ata ambicje që ato nuk e kanë, por Mateo dhe Brikena për kohën që kanë dalë nga Big Brotheri kanë treguar që janë shumë të zotë për të mbërthyer publikun për ekrani, kanë treguar që din të bëjnë gjëra të bukura dhe kanë treguar që din të japin një emocion të vërtetë. Domethënë, të gjitha lajmet që kanë të bëjnë me këtë dyshe janë lajme që vetëm e vetëm të irritojnë edhe të ofendojnë në një farë mënyre Mateon, të ofendojnë Brikenën dhe të rrëzojnë vlerën e Brikenës, të rrëzojnë në tokë. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV, këtu ku në fakt unë postoj gjithçka që ka të bëjë rreth Mateos edhe Brikenës dhe uroj me zemër që gjithmonë domethënë të jetë më e drejta për personazhet, pa marrë parasysh se kush është personazhi, uroj që gjithmonë të jetë më e drejta për personazhin, sepse shpifjet, lajmet e reme, lajmet gënjeshtër janë pikërisht ato lajme të cilat e ulin edhe vlerën gazetareske për thashethemet që bëhen drejt Brikenës edhe Mateos. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe dhe jepni mendimet tuaja.